Përshëndetje nderuar televizionistë. Janë regjistruar gati 30 ca parti, kanë mbetur jashtë 30 ca, abuzohet me 22, po ende nuk kemi të qartë që është regjistruar bëja Gjiva, apo këta blenë blushja, bën blushi çajin këto parti të kështu. Jemi në një situatë tepër kaotike. Ka mbaruar kushtetueshmëria, por Denar Biba thotë që do vazhdoj të deri në 19. Kemi një zbutje të Tiranës, thotë unë jap presidentin konsensual për të ardhur PD-ja në parlament. Sot kemi një seancë e cila është seancë e veçantë, por me sa ka marrë vesh nga përgatitja e deputetëve të LSI-s dhe të PDU-s është sa për të kaluar një gjë në parim me 71 deputet. Ligji në parim, jo vetingu. Për të diskutuar këtë problem ka ftuar në studio profesor doktor Kristaq Kubër, më në studio. Me një përvojë 27 vjeçare në zgjedhjet shqiptare. Ka ftuar në studio dhe njëri që ka tentuar shumë herë ta çaj këtë zëm, po se ka çarë do. Zotin Besim Drejton. Mirë se merrni në studio. Mirë se gjeta. Unë po filloj nga profesor Kristaqi. Profesor Kristaqi sot kishte nxjerrë listat gazetat dhe kishte nxjerrë edhe një që Partia Agrare e Agrondugës ka bërë kërkesë për regjistrim, por e regjistruar. Çfarë do ndodhë sipas teje? Nëse i referohemi ligjit, i mbetet që këto subjekte që janë regjistruar, përjashtuar të fundit që thatë juve, pra Partinë Agrare Ambientaliste, e cila ka bërë kërkesën për të regjistruar, do të jenë partitë që do të garojnë në 18 qershor, nëse në 18 qershor do zhvillohen zgjedhjet. Ky është leximi i asaj që sot është shkruar dhe ndodhet si e tillë dhe pas vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo që mund të ndodhi pastaj, për mendimin tim, pak gjasa ka që tjetë produkt i çfarë kërkon ligji për të bërë, por së shumti do të jetë, ose nëse do të ndodhi, do të jetë produkt i marrëveshjeve politike, që opozita dhe mazhoranca mund të harrijnë së bashku me njëra tjetrën për të realizuar në finale të gjithë kësaj gjë një proces zgjedhor normal. Nëse bëhet fjalë për hapësira ligjore, unë do thosha që ligji është i shkruar e zezan të bardhë i tillë dhe ka pak mundësi që të mund të ndryshohen gjërat vetëm duke lexuar ligjin. Gjërat ndryshohen edhe një herë e theksoj, vetëm në qoftë se partitë politike bien dakord për të bërë ndryshimet dhe pasi këto të bien dakord për të bërë ndryshimet, që gjithçka pastaj të kalojë në normalitet, është e domosdoshme që kjo dakordsi të përkthehet në termat e ligjit. Pra, të bëjnë ndryshimet e nevojshme në funksion të asaj që mund të bien dakord në kodin zgjedhor ose në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në të kundërtën, formalisht e thënë, gjithçka mund të ndodhi, pra një palë zgjedhje shtetasit mund të thriten për të votuar, por ajo që për të cilat neve i zhvillojmë proceset zgjedhore dhe kemi 27 vjet që shpenzojmë energji për të realizuar si tilla si rruga e vetme nëpërmjet cilës pastaj ndërtohen gjithë institucionet për qeverisjen demokratike të vendit, nuk do të harrihet, nuk është shumë e vështirë që të harrihet të bëhet kështu. Kështu siç është sot. Absolutisht, sepse në qoftë se neve projektojmë atë që ka ndodhur deri sot me zgjedhjen shqiptar kur ai ishte thirrur përpara kutisë votimit, mbetet që gjithë partitë të cilat aktualisht nuk janë regjistruar në Komisionet Qendror të Zgjedhjeve të kenë si mbështetje të tyre gati gjysmën e popullatës. Projektimi i këtij fakti në zgjedhjet e ardhshme do të thotë që zgjedhjet të bëhen me pjesëmarrjen e gati gjysmës së popullatës, jo më tepër se sa kaq. Nuk është fare normale për sa kohë që dim se shteti së drejtës, shoqëria demokratike që ne synojmë dhe përpiqemi të ndërtojmë, si parim bazë së saj ka parim e përfaqësimit të vullnetit të sovranit. Dhe këtij sovranit, pra këtij populli, i duhet krijuar mundësia për të shprehur si i tillë. Aktualisht jemi në kushtet kur, si rezultat i mosdakordësisë midis dy krahëve politik, opozitës dhe mazhorancës së sotme, rezultati i kësaj dakordësie ka sjellë atë që
shtetasit, pra votuesit shqiptar nuk i lejohet, nuk i krijohen mundësit që ai ta realizojë këtë të drejtë universale, ashtu siç ai do dhe për atë që ai do. E lexuar si e tillë, dhe vetëm si e tillë unë do thoshja që është me domosdo e nevojshme që palët politike, ato të cilët ne i kemi mandatuar të drejtën për të na qeverisur, të gjejnë zgjidhjen, e cila të na japi të gjithë ne mundësinë që të shkojmë në kutirën e votimit dhe të votojmë për atë që ne duam. Kështu siç kanë ardhur punët deri sot, për mendimin tim, është pothuajse në skaje përplasja e kësaj shoqërisë, në skajet kohore, përplasja e kësaj shoqërie, e shoqërisë tonë, me një situatë as pak të dëshiruar, me një situatë e cila, si produkt të saj në qoftë se vazhdon dhe mbetet si e tillë, do të ketë efektin më të mundshëm negativ që mund të prodhohet në një shoqëri demokratike, ndaj asaj që është shumë e rëndësishme, ndaj procesit zgjedhor. Komentuar të zoti Besit? Tani, realisht ne jemi, domethënë, një shtet me një politik fasad 26 vjeçare. Problemi i votimit, domethënë, është thelbi i një shoqërie të vërtet demokratike. A jemi të ndershëm ne, edhe që dalim në për media, që themi që votimet Shqipëri gjatë tyre 26 vjetëve janë bërë njëherë pa u kontestuar? Absolutisht. Pra, ne ndodhemi përballë një fenomeni tepër të rrezikshëm, shkatrimi total demokracisë. Shkatrimi total i demokracisë është vota e lirë. Tani, kauza opozitë sot është për votën e lirë. A ka faje kjo opozitë për votën e lirë? Sigurisht që ka, se ka qenë pushtet. Tani, po kush ka më shumë faje për votën e lirë? Ka kryeministri aktual. Është ky kryeministër që për votën ka bërë shtyrje zgjedhjesh, për votën ka bërë demonstratat fuqishme, për votën s'ka pranu asnjë marrëveshje politike. Tani, ky popull do t'jepet e drejta që e quajmë vetën sistem demokratik, sistem pluralizëm. Këty qytetari do jepet e drejta të votojë lirë, të votojë pa blerje, pa imponim, pa tjetërsim vote. Pra këtu ndodhet shoqëria shqiptare, ndodhet në një rrugdalje pa kryer dhe gjithë këtë punë e bën kjo klasë politike të cilat vazhdojnë fasadat e diktaturës komuniste, si për votën, për lirin, për drejtat e fjalës, për ekonomin, për arsimin, për shëndetësinë dhe për të gjitha. Prandaj, unë mendoj që ka ardhur koha që të vëmë pikat mbi. Ne i dashur Beto në vitin, apo jo profesor, në vitin 90, po me dialog dhe me protest në studentëve për un pluralizm. A jemi dakord? Pra, u bën një protest të studentëve, u bën një dialog dhe erdhi pluralizmi. Ka ardhur koha që ne jemi të njëjtën fazë. Hajde zotri, të ulemi, të diskutojmë për votën e lirë. Dhe vota e lirë mos të jetë pronë e klasës politike, po të jetë pronë e qytetarit. Në qoftë se ne avim në këtë konkluzion, hajde të ulemi si 90-ën që mbas pluralizmit të vëmë binar edhe votën e lirë, themelin e një demokracie të brisht që është demokracia shqiptare që ka kalu dhe po kalon peripeci të papranueshme për botën demokratike, po në radhë parë po kalon peripeci të papranueshme përveç shoqërinë shqiptare e cila ndodhet në një humner të ashtu quajtur demokratike, por realisht është humnera e cila tjetërson ndërgjegjen e një kombi dhe tjetërsimi i ndërgjegjes një kombi për mua është krim dhe këtë krim e bën klasa politike shqiptare. Kemi zgjedhjen në 7 maj. Se para se të vëmë çetën kryesor, kemi një problem të madh. Partia Demokratike ka paremëruar që protesta e madhe e opozitës do bëhet në kampanjë. Sipas teje. Se s'të regjistruar as opozita, se s'të regjistruar asnjë, kemi vetëm një kandidat, s'kemi as kandidat tjetër. Po, vazhdojmë të mbetemi. Ai kandidati ka fituar edhe pa u bërë votimin. Vazhdojmë të mbetemi në terrenin dhe në situatën kur palët politike qëndrojnë secila në llogarin e vet. Në qoftë se kjo vazhdon si e tillë,
ajo çka pritet pas kësaj të prodhohet, ndofta mundet ne të mos kemi fuqitë ta përfitojmë se çfarë, ta parathemi se çfarë mund ndodhi. Pozicionimi dhe deklarimi i opozitës lidhur me procesin zgjedhor të Kavajës, ashtu siç ajo u artikulua, tregon se ne vërtet ndodhemi përpara një situate e cila duhet mbajtur mirë parasysh. Dhe kur them duhet mbajtur mirë parasysh, qeveria, kryeministri duhet ta vlerësoj me të gjithë seriozitetin e saj këtë situatë, sepse situata parathot dhe njëherë po them produkte as pak të dëshurueshme. Vini re se çfarë deklarate ka bërë opozita e gjithë së bashku. Deklaratë që në fund të fundit në përmbajtjen e saj ka mosbindjen civile. Shumë më herë më ishte plagë. Se një pjesë e politikës, dhe këtu nuk bëhet fjalë për një parti, por gati për gjysmën e politikës, deklarohet se në qoftë se nuk do të bie dakord për të zgjidhur problemin, do të kalojnë në të tilla veprime ekstreme, pra në mosbindje civile. Kjo duhet me domosdo të tërheqë vëmendjen dhe të kërkohet që të zgjidhet, se në të kundërtën, ajo çka mund të ndodhi në Kavaj, mund të bëjë që ne të kthehemi shumë vjet mbrapa. A është në të drejtën e saj opozita për ta përshkallëzuar në këtë mënyrë? Unë do ta justifikoja veprimin e opozitës si të tillë vetëm kur atëherë asaj është mbushur mendja plot dhe nuk shef absolutisht asnjë shteg, asnjë mundësi për zgjidhje problemi nëpërmjet dialogut me mazhorancën. Pra, kur ka shtëruar gjithçkaja, atëherë po mundet që të fillojnë të përdoren instrumente të tilla dhe si të tillë janë demokratik, nuk them se janë demokratik, por produkte që mund të sjellin janë as pak të dëshirueshme për një shoqëri demokratike. Përse nuk janë ulur, i ka bërë një konkluzion që përse nuk ndodhi që palët për kodin zgjedhor të paktën minimum. Sepse ose më mirë deri sot, ato janë sjellur ndaj njëra tjetrës në të njëjtën mënyrë siç mund të sillen dhe siç normalisht sillen forcat politike që hynë në një garë elektorale për të marrë pushtetin. Pra deri sot, unë kështu e kam lexuar lëvizjen e të dy krave, deri sot kanë qenë të drejtën e tyre për të zhvilluar të tillë politik, për të bërë të tillë kërkesë, por të kalohet pasaj dhe tashmë është kaluar në ekstreme. Kjo është e papranueshme dhe pasaj humbet sensi i gjës. Nuk bëhet më fjalë këtu për mua se çfarë duhet bësh, po që se ti bën këtë, unë fitoj atë tjetrën, po bëhet fjalë për diçka shumë më tepër se sa kaq. Pra, në qoftë se ne nuk biem dakord, në qoftë se ne nuk gjejmë zgjidhjen në tavolinë, opozita e sotme deklarohet që pas kësaja prisin se ç'bëhet. Ka deklaruar që ditën e diel, në kundërshtim me atë çka parashikon ligji, do të ketë prandaj quhet mosbindje civile. Sepse do të ishte fare normale që në zgjedhjet e Kavajës, ku ajo është deklaruar që nuk merr pjesë, le të bëjë të gjithë punën me elektoratin Kavajës, apo pra atë fushatën, merr pjesë në fushatë në procesin zgjedhor, duke ftuar, duke i kërkuar elektoratit ta injorojë këtë proces, të mos marrë pjesë në këtë proces dhe të respektojë pastaj në fund fare atë që quhet heshtje zgjedhore, pra të shtunë dhe dirë s'mund të ketë të tilla gjëra. Për këtë humbje sensi, kush është fajtor si teje? Dgjoj, në radhë parë ne duhet kemi parasysh se folëm ne për rekomandimet OSBE-s. Unë gjatë këtyre 26 viteve kam pa që OSBE-ja ka përqesh votimet shqiptare. Ka ardhur, kanë marru votimet, kanë thënë votimet ishin më të mira se sa tjerat, po keni dhe ca detyra. Pra OSBE-ja ka ardhur të kryen funksionet
e takspaguesave që ka marrur dhe s'ka pas fare absolutisht asë një lloj motivi që në Shqipëri të banë zgjedhje të lira, demokratike, të ndershme, siç banë vendet e tyre nga vinë këta përfaqësues të OSBE-s. Problemi i dytë është opozita unë e kam ndjek zotin Basha gjatë tyre 53 ditëve në qatë. Në çdo fjalim, 2 herë në ditë, para ditë e mas ditë. Dhe nuk kam pak e zoti Basha asnjë lloj kokëforcie apo në lloj ultimatumi ndaj mazhorancës. Përkundrazi, është një kryeministër i papërgjegjshëm, si Edi Rama, që e përbus ofertën e opozitës, që e përqesh opozitën në çdo takime që ban lojrat më të ndyra që nuk i takojnë një kryeministrit një vendi, dhe unë shikoj që kjo qeveri me këtë kryeministër por prish ekuilibrat e shoqërisë shqiptare. Edhe për këtë kush mban përgjegjësi? Qeveria që ka pushtetin apo opozita? Opozita ka ndorë dhe ndëgjoj, opozita është opozita ka kapur një pikë, domethënë levën e Arkimedit, zgjedhje të lira të ndershme. Tani zotri, ti si qeveri, çfarë merr përsipër që a do t'i krysh to zgjedhje apo do të bësh atë përgjigje të radhës që i bën çdo media me përbuzje, me një indiferentizëm që vetëm njerëzit e papërgjegjshëm mund ta bëjnë dhe një kryeministër i vendit. Ja kam bërë disa herë thirrje kryeministrit aktual. Unë ja kam bërë thirrje për mosdënimin e krimeve të komunizmit se po prishnin ekuilibrat. Por unë shikoj që prishja e ekuilibrave po fillon tek vota e lirë. Dhe për prishjen e ekuilibrave nuk është faj opozitës që nuk merr pjesë në kavaj në zgjedhje, apo që të nënshtrohet diktatit e cila do të bëjë zgjedhje e vetme dhe s'don ta dinë për pluralizmin politik. Ka një kushtetut, nuk mund të quhesh sistem demokratik, zotri i dashur, në qoftë se ti nuk futesh në zgjedhje. Pra, si mund të thuj që një kryeministër thotë do futem në zgjedhje dhe nuk pyes pas një faktor tjetër politik. Po pluralizmi ndërtohet nga këto faktor politik, nuk ndërtohet nga faktorët mos ketë opozitë, s'ka pluralizëm. Atëherë e kishim pa opozitë me 99% edhe mirë po. Nga përvoja jote, sikur të vej dhe opozita në atë. Janë zgjedhje normale në këtë qështje? Për mendimin tim, zgjedhjet po, në qoftë se opozita do të bëhet pjesë. Dhe unë pres që opozita të bëhet pjesë. Jetë njerëzit tjetër. Do të bëhet pjesë. Do ketë zgjidhje. Pra, do të gjendet rrugët, do të gjendet mekanizma të tilla dhe arsyetime të tilla dhe vullnet të tilla që opozita dhe mazhoranca të ulen në tavolinë. Para ta ç'do të bëjë. Patjetër, të ulen në tavolinë dhe të gjejnë zgjidhje për problemin. Dhe për mua kjo është e domosdoshme dhe një herë e theksoj, kjo është e domosdoshme. Jo pse duke u zgjidhur ky problem plotësohen interesat, objektivat politike të njërit apo tjetrit të krah, por sepse në këtë mënyrë ata realizojnë atë që kanë marrë përsipër për të bëjnë, pra të jenë klasa e cila është mandatuar në anë shtetasit shqiptar për të na qeverisur. Është detyrim shumë i madh ky. E në qoftë se bie dakord dhe opozita do të futet në zgjedhje, unë do të thosha se edhe në qoftë se nuk do të bëhet asnjë ndryshim në kodin zgjedhor aktual. Edhe në qoftë se të futet opozita. Jo. Edhe një herë. Unë nuk jam duke thënë këtu se cila është zgjidhja e cila do të bëjë të mundur futjen e opozitës. Por po them, në qoftë se opozita dhe mazhoranca të ulura në tavolinë do ta gjejnë fjalën e përbashkët midis tyre dhe do të hynë në zgjedhje, edhe në qoftë se kodi zgjedhor nuk do t'i bëhet ndryshime të mëdha, siç është parashikuar edhe ose ishte kërkuar nga rekomandimet e OSBE-ut dhe më shumë se sa kaq, zgjedhjet bëhen dhe zgjedhjet s'ka pse të paragjykohen si të tilla. Problemi është që ne nuk kemi në kushtet kur nuk po hyhet në zgjedhje sepse nuk është bërë një rregullim apo një përmirësim i legjislacionit zgjedhor. Mazhoranca, opozita e sotme, thotë ne nuk mund të shkojmë në një proces zgjedhor të cilin e dim se si do zhvillohet, i dim dhe rezultatin se kush është. Në fund fare. Pra nuk shkojmë në një farsë zgjedhore. Dhe për të çbërë këtë situatë të pritshme në fund fare të procesit zgjedhor,
opozita ka vendosur kërkesat e veta, midis të cilave është krye kërkesa e saj është qeveria teknike, por jo vetëm, ka dhe kërkesat të tjera. E për mua, që të hyjë opozita në zgjedhje, dhe kështu si që është deklaruar të paktën deri sot, akoma më shumë me deklaratë që ka bërë për sjelljen e saj, për zgjedhjet për kryetarin e bashkisë Kavajës, është e domosdoshme dhe vetmja rrugë që mund të ecet gjetja e fjalës midis të dy palëve. Pra dakordësia politike, për të cilin si thash pastaja, shumë e domosdoshme për mua është që për të patur një proces zgjedhor të ligjshëm, dhe jo në kapërcim të ligjit, jo vetëm si të zhvillohet si i tillë vetëm nga dakordësia politike, dakordësia duhet të përkthehet në terma ligjor. Sepse mos harrojmë, në fundit ne jemi një shtet i të drejtës, shtet i ligjit dhe nuk kemi shtet i partive. Partitë politike bien dakord, po, dhe ka shumë rëndësi që ato të diskutojnë dhe të bien dakord, po dakordësia atyre pastaj bëhet efektive dhe bëhet produktive për procesin për të cilin bëhet kjo dakordësi, kur ajo përkthehet në ligj dhe ligji zbatohet si i tillë. Profesor, është e mundur që të arrihet një marrëveshje brenda datës 17? Pa diskutim, jo brenda datës. Zgjedhjet kanë data 18 qershor është Karan. Edhe ligjërisht edhe moralisht edhe çdo gjë. Por problemi është dialogu si nuk nxjerr. Ne ndigjo, demokratët kanë bërë dialog me diktatorin e fundit Ramizalin për mos më shur Shqipërinë në një luftë civile. Pse mos bëhet dialog me mazhorancën aktuale? Por nuk mund bësh dialog në qoftë se i plotfuqishëm i pushtetit kryeministri nuk pranon dialog. Pra, këtu ka dy rrugë. Lulzim Basha ka deklaruar botërisht, nuk e zhvilloj këtë protest për të marrë pushtet. As në tavolinë, po e fitoj, dakord. Unë kam hi në këtë zgjedhje që Shqipëria mos të ketë problem ma me votën e lirë, mos të rrim ne një qerek shekulli, ne jetëm duke thënë, nuk ka votimet lira, nuk ka. Hajde ta mbyllim këtë etapë. Vota e lirë mos të konsiderohet dhe mos të ngrihen më prap qadra, mos të ngrihet më prap protesta për votën e lirë. Vota e lirë përcakton. Po, dialogu është i pranueshëm. Kanë bërë dialog, po bën dialog Kosova me Serbinë që janë vrarën pre. Dhe jo mos bëhet dialog me Gjermania me Izraelin e me të tjerë. Ka shumë ashtu. Bëjnë bashkët me spanjollët brenda. Pra, nuk Profesor, je për një sistem zgjedhor secila parti me vete. Dhe mbasandaj të bën marrëveshje pas elektorale. Dhe nga 12 rajone të zbres në 6 rajone, ose 5 rajone? Tash në fakt, kodi zgjedhor, ose më mirë, sistemi zgjedhor që neve kemi proporcionale dhe rajonale dhe mënyra se si ai është zbërthyer në kodin zgjedhor, këtë bën. Çdo parti garon. Më vete garon çdo parti. Marifeti që bën dy parti të mëdha, pastaj është që votat që merr çdo parti numërohen në mënyrë të tillë dhe konvertohen në vende në kuvendin e Shqipërisë në interes të dy partive të mëdha. Pra, e di pse ta bëj pyetje sepse ne mos votojmë vetëm për të veta. Jo, ftohet zgjedhësi, jo. Ftohet zgjedhësi të votoj për partitë. Në fletën e votimit, çdo zgjedhës voton për partinë. Por pas kësaja, kjo është ajo që më thënë, pas kësaja, dy partitë e mëdha, PD-ja dhe PS-ja, në funksion të interesave të tyre e kanë rregulluar në ligjin zgjedhor gjë në mënyrë të tillë që pavarësisht se për kë ke votuar ti, ajo vot më shumë shkon për mua se sa për atë parti që ti ke votuar. Kjo s'është fare normale. E në këto kushte unë do të thëshë shumë mirë që në kodin zgjedhor, me kodin zgjedhor të mos lejohen fare garimi me koalicione. Le të garojnë çdo parti me vete dhe koalicion le të bëjmë pas rezultatit, pas përfundimit të zgjedhjeve. Njëra mundësi, ashtu sikurse dhe në qoftë se do garohet me koalicione, nuk ka pse, kështu si që parashikon kodi zgjedhor, të jetë rruga e garimit nëpërmjet kësaj forme. Kini parasysh, në qoftë se një parti politike hyn në koalicion me një grupim të caktuar partish, është e detyruar që këtë formulë ta zbatojë në të 12 qarqet, në 12 zonat zgjedhore.
Ashtu si kurse, një problem tjetër një rrugë tjetër mund të ishte, mos të votohet për partit, po të votohet, koalicion të votohet me një listë. Jo çdo parti me listën e vet. Qartë, shumë e bukur kjo. Votohet me një listë dhe zgjesi le të di se këdo ketë nesër. Le di se këdo ketë nesër. Kurse çështjet të tjera pastaj, të cilat kanë të bëjnë me ndryshime të sistemit, se këto nuk janë ndryshime të sistemit, këto i thash, mund të rregullohen në ligj. Këto i thash. Ndryshime të sistemit kanë të bëjnë pastaj me ato që artikulojnë partitë e vogla, që humbasin nga ky sistem, me listën korrektuese kombëtare, ose të kalohet në një sistem proporcional kombëtar unik, apo në një zonë zgjedhore, ose të ulen numri i deputetëve të 100 e kështu me radhë. Sa e takon pyetjes që ju bët për votimin elektronik, unë i qëndroj asaj që në mënyrë të vazhdueshme kam thënë. Për mua mundësit edhe në këto zgjedhje janë që të përdoreshin ose të përdoren mundësit që ka teknologjia e informacionit. Votimi elektronik është një ndër mundësitë e mëdha që jep kjo teknologji. Nëse do t'i referohemi konceptit, termit votimi elektronik, që nën kupton, votoj duke qenë në shtëpi, pa që nevoja që unë të shkoj në qendrën e votimit. Nëse flitet për të lloj votimi elektronik, kjo është shumë larg të bërit realitet në vendin tonë dhe jo vetëm kaq, por është problem që goxha do të diskutohet. Duhet të investohemi apo s'duhet të investohemi, nisur edhe nga përvojat e vendeve që kanë zbatuar. Kurse të përdorësh teknologjinë e informacionit si mundësitë që ajo të ofron për të identifikuar zgjedhësin nëpërmjet kartës së identitetit të tij që lexohet në mënyrë elektronike ose gjurmëve të gishtit. Të votosh nëpërmjet klikimit në një ekran, i cili ekran kompjuteri, i cili në fundit si i tillë është në një sistem të mbyllur brenda qendrës së votimit dhe asnjë gjë nuk del jashtë qendrës së votimit. Dhe në qendrën e votimit pasi votohet në fund fare del me një rezultati. Kjo është e mundshme të bëhet, sepse ai që faktori kryesor i cili kundërvihet kësaj mënyre të votuar, që është hakerimi, në të tilla raste është shumë i vogël, po thua se i pamundur, është si të punosh në kompjuterin tënd personal pa patur lidhje me askënd tjetër. Ashtu sikurse në qoftë se do të votohet me flet votimi, pa në mënyrë tradicionale, numri i tyre mund të bëhet dhe s'ka pse mos përdoret teknologjia e informacionit, mundësi të jep kjo teknologji për të numëruar votat nëpërmjet skanimit. Të dyja këto ne i provuam ose tentuam t'i provonim. Në ligj kemi të vendosura si tilla, si mundësi. Ka nevojë të bëhet as ligji, dhe i dështuam, nuk dështuan. Vjen re, i dështuam në mënyrë të qëllimshme. Po kam nga Ilir Mua thotë që PS-ja i dështoi në mënyrë të qëllimshme bëj kjo. Tash ka vend. Po, ka vend dhe është një ndër çështjet që mund të diskutohet në tavolinën e mazhorancës dhe opozitës për të dhënë zgjidhje këtij ngërçi që kemi sot. Që do të thotë nëse se bie dakord midis dy palëve por që të përdoret në këtë nivel dhe kështu siç unë artikulova të paktën sipas mendimit tim, teknologjia e informacionit në zgjedhjet e ardhshme zgjidhen një varg i madh problemesh të mëdha të zgjedhjes, siç është midis të tjerave ajo që është lakuar shumë, parat e drogës do përdoren për të blerë jo votën, po për të blerë administratorët e votës, komisionerët. Aty është të komisionerët, aty harxhohet para më e madhe. Pra kjo eliminohet. Natyrisht pjesë e zgjidhjes së problemit është kjo, por jo ajo që zgjidh problemin, të paktën me atë që është ka kërkuar opozita deri sot, sepse opozita nuk kërkon vetëm të rregullohen procedurat e administrimit të votës, së shqiptarëve, po kërkon që të rregullohen ose të vihet dorë mbi të gjitha ata faktorë të cilët ndikojnë pastaj në vullnetin ose intimidojnë vullnetin e zgjedhësve, siç është mënyra dhe efektet që sjell para e PIS nëpërmjet intimidimit të zgjedhësve, nëpërmjet pagesës, blerjes së kujtën se çfarë. Pra, asaj që me një fjalë thuhet, efekti i botës së krimit mbi procesin zgjedhor. Profesor, është e mundur që të bëhet votim elektronik, është e mundur që të korrigjohen shumë gjëra në këtë proces zgjedhor? Absolutisht, çdo gjë vetëm për shqiptarët bëhet pamundur edhe sidomos për politikën shqiptare, jo për shqiptarët e thjesht, bëhet e pamundur çdo gjë që nuk mund bëhet. Unë jam plotësisht dakord me profesorin i cili thotë këto rregulla teknike na çojnë në një pikë
në cilën ne realizojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo nuk do të thotë që nuk ka mundësi kjo klasë politike që t'i zgjidhi këto probleme, duke lënë... Më them se më duket sikur nuk ka vullnet e Dirama. Jo, më nuk ka, ndigjo, këto mungon vullneti totalisht i kryeministrit, se nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë, Edi Rama edhe një muaj është kryeministër me ligj dhe manaj nuk është më. Problemi nuk është tu se po i ham kohën Edi Ramës apo i ham kohën Lulzim Bashkë. Këtu problemi qëndron. Ne, si shqiptar, do të arrim një dialog mbar kombëtar që të vëm pikën mbi i që ky shqiptar të votojë ndershëm dhe ai shqiptarin velipoj dhe ai shqiptarin dart Koçës ta çoj votën atje ku donaj dhe jo ku ja transferon pushteti politik. Pra, ky është problem dhe këtë problem tani se ndodh diçka, këtë problem e ka marrë përsipër opozita. Ç'të keq që ka? E kishte edhe opozita e djeshme që sot është mazhorancë. Ç'të keq që kishte? Kur kërkon dëgjoj, në qoftë se ti ke një kauz që i shërben shoqërisë, i shërben kombit, hajde ta bëjmë. Këtu është problemi i blerjes votës, është i këtyre i komisionerëve, më fal, nuk ka arrit në asnjë vend të botës që të arrijnë të ashtuqytura shoqëri civile, si që ishte Komiteti Helsinki dje, që kërkonte me çdo kusht të mbronte kriminelt, të hinë parlament, edhe të sulmonte një ligj. Komiteti, ku ki komitet, për 26 vjetë, nuk ka bo një deklarat të vetëm për krimet e komunizmit. Nuk ka bo një deklarat vetëm... Jo, më falë. Jam një periud që kanë kaluar ata. Ndodh diçka, Beto, që du të ashtrojnë emisionin tuaj të nderuar. Në kohën e qeverisë Nano, Komiteti Helsinkit protestonte që mos të kontrollohet rroga e Fatos Nanos, kurse Komiteti Helsinkit grek protestonte për drejtat e lirisë të emigrantëve shqiptarë në Greqi. A e kupton ku ndodh? Këtu jemi. Pra, problemi qëndron. Ne si shqiptar, domethënë klasa politike duhet të jetë tepër e vëmendshme. Njëherë mos prishen ekuilibrat e shoqërisë. E theksoj me të madhe. Unë shoh një zymtësi në pamjen time politike. Mos prishen ekuilibrat e shoqërisë. Kokforcia kur në asnjë lloj mënyre shoqërore nuk ka arritur në konkluzionet mira, vetëm konkluzionet këqija. Le ta lëmë kokforcinë e Edi Rama, ato që deshti e mori që nuk i takonte, as si kryeministër, as si mazhorancë që s'ka dënuar krimet e komunizmit, nuk i takonte fare të ishte pjesë e politikës bërje shqiptare, po kështu u gatu në 90-ën në Shqipëri, kështu po vazhdojmë që ne shqiptarë të votojmë të lirë dhe ajo vot le të fitojë i majti, le të fitoj djati kush dojtë fitoj, por ma nuk do ketë të drejt asnjë shqiptar që thot vota ime u prish dhe u tjetërsua. Profesor, për ta mbyllur këtë intervistë, roli i LSI-s dhe PD-s, e dua nga ty atë më thuash. Lidhur me? Me gjithmonë në procesin me 18 qershor dhe me procesin e zgjedhjeve. Atëherë, këto dy parti janë deklaruar lidhur me zgjedhjet e ardhshme. LSI-ja e ka konsideruar si kusht, si domosdoshmëri pjesëmarrjen edhe të opozitës në zgjedhje, duke artikuluar atës që në opinionin e kësaj partie, zgjedhjet duhet që t'jenë vetëm dhe vetëm me pjesëmarrjen e opozitës si të tilla për të bërë. PD-ja është deklaruar jo kaq haptas për këtë gjë, por ajo ka bërë me dije një platformë të saj për çfarë dhe si duhet të bëhen ndryshimet dhe çfarë duhet të bëhet në gjithë legjislacionin zgjedhor që dhe në zbatim të cilit do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, që po t'i lexosh kërkesat e saj, në fund fare të gjitha ato konvergjojnë drejt asaj që të krijojmë kushte sa më të mira për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Profesor, e fundit edhe për tyra. Si mendon për PD-n dhe LSI-n? Por dua dhe dy llafe. Keni dhe një parti juve të persekutuar politike kryuar Bilar Kola. Ai më ka thënë që unë ka ftuar zotin Besim Dojoni, është i ftuar të vijë, e cila nuk është regjistruar.
për hirtës së vërtetës, në asnjë kohë. E para e punës, unë jam plotësisht dakord në gjë. Zoti Meta është një politikan, do të thosha pas 1-2, pavarësisht nga pikpamjet politike, su jem kundër atij. Do të them që e kupton që Shqipëria nuk mund të shkojë në vitin 2017 pa opozitë në zgjedhje. Edhe PDU-ja, po të njëjtën si shta profesori, kanë ndjek njëjtën rrugë si Meta, dhe unë jam plotësisht i bindur që partitë përgjeshme politike shqiptare nuk mund të pranojnë zgjedhje farsë. Janë të përgjeshme nga mazhoranca dhe kjo është në të mirën e politikës. Dhe unë shoh që nuk do ketë zgjedhje as në Kavaj, as me 18 qershor. Problemi është, unë më vjen shumë keq që do të arrinj në emisione televizive të kundërpërgjigjem një kolegu tim të përndjekuri politik, unë nuk se kam as edukim, as edukat që të gënjeje, nuk më kaftuar, por unë shoh diçka që e kam thënë këtu. Partia e krijuar nga drejtori i Institutit Përndjekur Politik Zoti Kola në varësi të një kryeministri që spranon zgjedhje të lira, nuk shoh në dritë jeshile që kjo parti, do më thënë, ma bukur se e tha profesori që është i kësaj fushe, që nuk mund të ketë parti të vogël të futet pa objektiv të qartë. Pa objektiv të qartë dhe pa pasur që këto koalicionet dhe unë habitem bile, jam i gëzuar, jo habitem që Zoti Basha kërkon me çdo kusht votën e lirë, edhe kjo është edhe kjo shkatrimi i këtyre koalicioneve dhe unë jam plotësisht dakord para zgjedhjeve mos ketë fare koalicion mas zgjedhjeve të përcaktohet koalicioni qeverisë dhe ne të dalim nga kjo rrumpall politike komuniste që ka Shqipëria. Ju falenderoj që kishte studio. Të nderuar televizionistë, me profesor doktor Kristaj Kume, me cilën unë ndava ato mendime të cilën ne kemi vështirë të gjejmë si gazetar tek çdo njeri tjetër. Ndava mendime me zotin Besim Drejoni, i cili ka një përvojë të gjatë, është një burr i urtë, është një senator i mençur i politikës shqiptare. Ju falenderoj që kishte studio. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ju uroj shikim të